Haris, unë e vi prej një qytete që qeverisë e njëjta partia dhe në nivelin lokal dhe në nivelin qendror. Po. Për 6 vjet i kanë pas 20 miliard euro në nivelin qendror, për 5 vjet e kanë udhëheq komunën e Gjilanit, edhe për 5 vjet nuk kanë arrit asnjë projekt mbi vlerën 1 milion euro me përfundu. Sot Gjilani është pa autostradë, është pa stadium, pa qarkurën e re, pa qarkurën e vjetër, pa impian të urave të zeza, pa mirëmbajtje infrastrukturore të rrugëve kryesore të qytetit, pa palestër sporteve, pa palestër në zhegër. Domethënë ai kena shumicën e projekteve të cilat kanë stagnu. E prej një zone ose prej një rajoni që ka qenë një prej regioneve kryesore në Republikën e Kosovës, sot kemi metë faktikisht pa investime zhvillimore edhe të lëndë në harres prej kësaj qeverie, edhe këto e dinë gjithë pa dallim. E në anën tjetër i kemi disa përfaqësues në Parlament të Kosovës që asnjëherë nuk e ngrisin zonin për sfidat edhe problemet që i kemi na, edhe si region, po edhe si qytet. Nuk e ngrisin zonin deputetët e Gjilanit për nevojat e qytetarëve atje. Është fakt kë. Kur e kemi pas një diskutim në Parlament të Kosovës, u diskutu për problemet reale pse nuk po kryhet autostrada e bashkimit kombëtar, sepse në autostradën e bashkimit kombëtar e cilësoj këto që e lidh kryeqytetin Prishtinën me Luginën e Preshevës. Ne kemi Luginën e Preshevës atje që si pasojë fatkeqësive historike kanë në aton kufinit. Kjo autostradë lidh Kosovën lindore me lindjen e Kosovës. Kjo autostradë lidh do shqiptarë që kanë në aton me qendrën kryesore në Kosovë. Andaj na duhet me pasi projektin më të rëndësishëm infrastrukturor që ka kombi shqiptar sot. Nëse kena me vazhdu me pasi një autostradë provinciale ose një autostradë një qyteti, një autostradë lokale, kena me përfundu çështë që kena përfundu sot. Është premtuar që ka më kryer 2023-ën, nuk është arrit. Prej 2023-ës deri në 2026-ën për 3 vjet nuk ka asnjë punë serioze dhe intensive atje. Kjo me LDK-n kryhet dhe shihet kështu si projekt me interes të madh strategjik. Unë në çdo takim me qytetar, edhe ku është i pranishëm edhe kandidati për kryeministër Lumir Avdigjiku, po edhe kandidatja për presidente, Vjosa Osmani, kërkoj zotim publik para qytetarëve, me cilësu top prioritet kombëtar autostradën e bashkimit kombëtar. Nëse cilësohet top prioritet, edhe nëse kryeministri mos më thonë çdo ditë, po çdo javë merret me këtë problem, unë jam i bindur që i shkryj me një afat rekord. Sepse Kosova i ka gjitha kapacitetet e mundshme për me mujt me përfundu një projekt rrugor. Na kemi mbërrjedhë qëllime më të mëdha kombëtare, në rrethana shumë të vështira. Na po mendojmë që s'kemi kapacitet për me përfundu një rrugë infrastrukturë e cila është asfalt. Unë jam i bindur që nëse institucionet e Republikës Kosovës e marrin seriozisht përfundimin e kësaj rruge, ish përfundu. E përmende dyshën e kandidatëve për presidente dhe për kryeministër, dua të flas në këtë pjesë të bisedës që ka mbetë për organizimin elektoral që jeni duke e bë. Qysh po pritet ardhja ose bashkimi i proklamuar i Osmanit me grupin e saj, ekipën e saj në kuadër listës së LDK-s? Po mu me thonë, kjo